Tu ngjatjeta, uroj të jeni mirë. Komiteti i Investimeve Strategjike, i drejtuar nga Kryeministri Edi Rama, ka vendosur të japë 25 hektar tokë nga baza ushtarake e Pashalimanit, një biznesmeni italian, të quajtur Dante Mazzitelli, i cili është në nënhetim nga prokuroria italiane për mashtrim falimentimi me dëme mbi 20 milion euro. Biznesmeni, sipas një raportimi dhe sipas një hulumtimi dhe një pune kërkimore që ka bërë Kapitali këtu në Shqipëri, pra duket qartë që ka themeluar kompaninë Meta Resort në Albania, dhe kjo kompani aplikon për të ndërtuar një resort turistik në pjesët më të lakmuara të Bregdetit shqiptar. Komiteti e miratoi statusin e investitorit strategjik për këtë biznesmen italian, çka i lejon kompanisë të përfitojë favorizime dhe lehtësira ligjore për investimin në këtë resort. Shqipëria është në shitje, ne ju a kemi thënë përpara shumë kohëve, dhe gjithçka që i ka mbetur dhe do të mbes në këtë vend do të dalë në shitje nga Rama dhe shpura e tij, sepse ata bashkë me një grup mafioz ndërkombëtar, të cilët kontrollojnë sot pikat më të nxehta të globit, janë të interesuar vetëm për të shtuar pasuritë, për të shtuar grykësinë e tyre, për të shtuar investimet. Është një grup mafioz ndërkombëtar me lidhje në pika të ndryshme të globit, një rrjet i mirëfillt biznesi dhe lufte, të cilët kanë piketuar pikat më të rëndësishme të globit dhe të planetit për të bërë biznes, dhe kjo realizohet ose nëpërmjet luftrave, ose nëpërmjet spastrimit të butë etnik që po bën Edi Rama në Shqipëri, nëpërmjet shpopullimit të shqiptarëve dhe përzënies së tyre nga tokat e tyre, ose nëpërmjet kompanive gjigande mafioze, të cilat fshihen pas luftës në Gaza, përpjekjet për të shndërruar Gazën në një rivjerë, ndërtimi me projekte strategjike që kanë çuar sot Izraelin në nisjen e fushatës masive për rrafshimin e Gazës dhe dërgimin e tankeve të Izraelit në zemër të Gazës. E njëjta gjë është duke ndodhur në Siri. Ka filluar privatizimi i të gjitha pronave në Siri, në Damask dhe në të gjitha rajonet e tjera me rëndësi jashtëzakonisht rëndësishme jetike dhe strategjike të Sirisë. E njëjta gjë e njëjta luftë po bëhet në zona të tjera të planetit për kontrollin dhe dominancën e zonave ekonomike dhe për burimet e energjisë, për gaz, për naftë dhe për resorte turistike. Kjo mafje botërore po përpiqet që të jetë me ndikim, janë një grup të korruptuarish me emër të rëndësishëm në botë, pjesë e të cilëve është dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Për këtë arsye, ai ka marrë dritë jeshile nga ky grup mafioz ndërkombëtar, por edhe nga oligarkët vendas këtu në Shqipëri, në mënyrë që të zhbëjnë çdo lloj pasurie kombëtare të shqiptarëve dhe të zhdukin çdo lloj pasurie të popujve në këmbim të mbështetjes politike që do të marrin nga kancelarit mafioze ndërkombëtare, nga ky grup mafioz ndërkombëtar i cili lëviz nga Londra në Washington, në lindjen e mesme, në Emiratet Arabe, në vende të caktuara të gjirit, në lindjen në Azinë Qendrore, në shumë vende të tjera. Janë emra shumë të rëndësishëm, të cilët unë do t'ju tregoj në vijim, sepse loja është jashtëzakonisht e madhe dhe shumë më e madhe nga që imagjinoni. Shitja dhe hapja rrugë për shkatrimin e një baze detare, ushtarake, luftarake në një moment të tillë gjeopolitik që po kalon bota dhe Europa, është më e madhe se sa përpjekja për të ndërtuar një resort turistik nga investitorë strategjik, të cilët dalin të lidhur me mashtrues ndërkombëtar italian që janë të lidhur me ish politikan të rëndësishëm italian, siç është Massimo D'Alema e kështu me radhë. Nuk është vetëm D'Alema, ka emra të tjerë
Peco Grosso, të cilët ju i njihni dhe që do t'i bëjmë publik në vijim, në emisionet e ardhshme, sepse është shumë e rëndësishme të kuptoni lojën e madhe që është duke ndodhur. Pas Sazanit, pas shitjes së Sazanit, pas dorëzimit të Sazanit i Dhondri Trump dhe të kompanit e Kushnerit, dhe ai ju duhet ta dini është vetëm një cover, Dhondri Trump është vetëm një cover për kompani të tjera gjigante, të cilat kanë projekcionin e tyre, pushtimin e gjitha pikave strategjike, nevralgjike, të rëndësishme, turistike, ushtarake në gjithë botën, për llogari të një grupi mafioz ndërkombëtar, të cilët kanë vënë në shinjestrën e tyre pa asnjë lloj transparence, pa asnjë lloj diskutimi, pa asnjë lloj miratimi, mbajnë satrap si puna e Edi Ramës në krye të pushtetit dhe qeverisë, mbajnë i lidhin ata me oligark, i krimbin në korrupsion, i mbajnë të varur dhe të lidhur me dosje të rrezikshme dhe ata kanë vetëm një detyrë, të zhdukin dhe të zhbëjnë popujt e tyre, t'i përzën popujt e tyre, pronarët e vërtet të këtyre perlave dhe të këtyre pasurive, dhe ato t'i dorëzohen këtij grupi oligarkësh ndërkombëtar, por edhe oligarkëve vendas, të cilët bashkëpunojnë me politikën e errët këtu brenda në Shqipëri, por edhe politika e errët e Shqipërisë bashkëpunon me klanet mafioze ndërkombëtare, të cilave u dhuron pronat dhe pasuritë e shqiptarëve. E njëjta gjë po ndodh kudo në botë, nuk po ndodh vetëm këtu. Është një grup i madh, është një lojë e madhe, është një diçka jashtëzakonisht më e madhe se sa që imagjinoni. Nuk ka lidhje kjo vetëm me këto denoncimet e vogla që bëjmë ne. Unë do t'ju shpjegoj me përpikmëri, sepse nuk do t'ju thonë në asnjë televizion shqiptar as shqipfolës këto histori. Dëgjoni me kujdes, nuk po i bëj publicitet vetes, sepse nuk kam nevojë ta bëj këtë. Kam nevojë t'ju them, hapni sytë dhe veshët të kuptoni çfarë po ndodh. Goditja, lëshimi i Sazanit dhe tashmë Pashalimanit nëpërmjet ministrit të mbrojtjes Piro Vëngu dhe kukullës së vendosur në president që quhet Bajram Begaj, të cilin e mban Edi Rama me dosje, një kukull fantazëm e cila hesht dhe nuk bën asnjë gjë, përveç se firmos dekretet që ja dërgon emisari i Ramës Piro Vëngu, të cilin e vuri sërish këtë herë ministër të mbrojtjes. Detyra e tij është transformimi i të gjitha zonave të rrezikshme, nevralgjike, pikat strategjike, ushtarake të Shqipërisë, dorëzimi i tyre tek Edi Rama dhe tek klani i tij mafioz ndërkombëtar, me qëllim shkatërimin e pikave të kontrollit strategjik, ushtarak, luftarak të Shqipërisë në këtë pikë jashtëzakonisht të rëndësishme të mesdheut. Dhe kjo ka vetëm një qëllim, përfitimin e këtyre grupeve mafioze, të cilat i shpërndajnë dhe i ndajnë pasuritë e tyre me Edi Ramën dhe me të gjithë shokët e tij këtu në Shqipëri, duke ja çuar parat nëpër ishujt, në parajsat financiare, nëpër parajsat fiskale, nëpër ato kompanit offshore, të cilat nuk u din kërkush kush i ka pronë dhe kush është pronari i vërtet i tyre. Përgjithsisht pronarët e vërtet të tyre janë politikanët dhe Edi Rama dhe kasta e tij, të cilët marrin dhe poshesin Shqipërinë në gjithë pikat e saj strategjike me një qëllim të vetëm, garantimin e pushtetit të tyre dhe garantimin e jetëgjatësisë së tyre në krye të shqiptarëve. Çfarë ka ndodhur është e qartë, pra, që nuk është rasti i parë që presidenti kukull dhe fantazëm i Shqipërisë, Bajram Begaj, kryetar, komandanti i forcave të armatosura të Shqipërisë, kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të vendit, i cili është një anonim, një inekzistent, një kukull e heshtur që rrin atje në presidenci gjinafqar dhe pret Edi Ramën që t'i hyjë në zyrë dhe t'i ngrej këmbë për mbi këmbë, garantori, bodyguardi i Kushtetutës Shqipërisë, bodyguardi i
i ligjit, bodyguardi i të gjithë sigurisë kombëtare të Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, ka disa vite që bashkë me Ministrinë e Mbrojtjes, me Piro Vëngun, transferojnë pronat e ushtrisë në duart e oligarkëve shqiptar, të cilët janë të lidhur me pushtetin mafioz të Edi Ramës, duke ndarë me të prona pasuri të jashtëzakonshme prallore me rëndësi nevralgjike, ushtarake dhe sensitive që lidhen me sigurinë qoftë të NATO-s, qoftë të interesave strategjike, politike dhe ushtarake të Shqipërisë në këtë moment jashtëzakonisht delikat. Oligarkët nga ana e tyre përfitojnë tendera qindra miliona eurosh që i marrin nga Edi Rama, i cili nëpërmjet një skeme mafioze përdor Belinda Ballukun, Erion Velin dhe njerëzit poshti dhe më pas i shet dhe i dorëzon në burg, i dërgon në burg sepse ai vet nuk hedh asnjë firmë. Firmat i hedh Piro Vëngu, ministri i mbrojtjes, të cilin unë e paralajmëroj sot. Atë dhe Bajram Begën, presidentin e Republikës, zoti president i Republikës, do të jep një llogari një për një bashkë me Piron dhe bashkë me gjithë llojet e pirove dhe spirave që fshihen pas jush në këtë masakër që po i bëhet popullit shqiptar dhe pasurive strategjike dhe pikave kyçe nevralgjike ushtarake. Se çfarë fshihet, këtë do t'ju shpjegoj një pjesë sot dhe një pjesë në darkë ose në ditët në vijim do t'ju sjell informacione shokuese, tronditse, me fakte, me numra, me shifra, se çfarë po luhet në mesdhe, çfarë planesh ushtarake janë dhe çfarë planesh strategjike luftarake për të kontrolluar Ballkanin, Mesdheun dhe për luftën e ardhshme të përgjakshme që pritet në Europë, në mesdhe dhe në sulmin kundër Turqisë dhe aleancat që po ndërtohen ndërmjet të gjitha palëve. Këtë do t'ja bëj në një analizë të detajuar. Mbrëm e bëra hyrjen kur ju fola për çështjen e planit të madh të Izraelit për të përplasur me Turqinë në mesdhe, do t'ju sjell plane të tjera nga burime që ju nuk i keni parë as i keni çuar në përmend. Ndonjëherë unë ju kam thënë që jemi të armatosur tashmë me burime të jashtëzakonshme, informacioni që nuk do t'ju a thonë tek televizionet e oligarkëve në Shqipëri, televizionet e mashtrimit të Tiranës, të cilët janë tashmë në krizë të thellë sepse nuk u shkon më njeri, nuk kanë më çfarë të thonë dhe oligarkët pronarët e tyre përfitojnë pronat duke i bërë fresk qeverisë dhe duke i treguar shqiptarëve arritjet e Edi Ramës dhe plotësimin e kushteve nga mafiozët e Europës, të cilët dalin dhe i thonë shqiptarëve dhe europianëve se Edi Rama ka plotësuar kushtet dhe duhet hapim kapitujt për t'u integruar në Bashkimin Evropian, po mafiozët e Europës e din shumë mirë që i vetmi kusht që ka plotësuar Edi Rama është që po shet pasuritë strategjike të popullit vet për të shtuar jetëgjatësinë për llogari të një mafie botërore e lidhur me kompani gjigande që po rrafshojnë sot popull dhe po bëjnë luftra për të pasuruar dhe për të fituar mbi gjakun e njerëzve të pafajshëm dhe këtë e kanë me justifikim. Kush është justifikimi i Edi Ramës? Justifikimi i Edi Ramës është t'i japim pronat strategjike të Shqipërisë sepse do të arritet turizmi. Kjo është një rrenë e madhe. Pse është rrenë e madhe? Kjo nuk është rrenë e madhe sepse Kreshnik Osmani ka inat Edi Ramën. Jo. As sepse Kreshnik Osmani ka inat këtë klasë bastarde politike anti-shqiptare që po rrënon popullin ton dhe po zhduk shqiptarët nga tokat e tyre dhe po shet pasuritë e tyre strategjike dhe po kërcënon sigurinë kombëtare të popullit tim dhe sigurinë kombëtare të aleatëve dhe veçanërisht të aleancës strategjike që është me NATO-n dhe me vende të tjera të rëndësishme të cilat i janë gjendur Shqipërisë në momentet e saj të vështira. Pretendimi se ka
përfitime për shqiptarët është një mashtrim i madh dhe përpara se t'ju them përse ky është një mashtrim, kam dëshirë t'ju rikujtoj se zëvendës komandanti i flotës detare të forcave të armatosura të Shqipërisë, zoti Artur Meçollari, kapiten Meçollari, me cilin unë kam qenë shpesh tek zhej ndjes pas nëpër emisione, ka depozituar në SPAK një padi për rrëmbim pronësie që sipas tij ka nisur që në vitin 2016, kur baza detare e Pashalimanit u nda në 4 prona dhe sipërfaqja që dyshon se ishte ndërhyrë u zvoglua ndjeshëm. Kapiten Meçollari e ka bërë këtë dhe unë e falenderoj dhe i ftoj Altin Dumanin, i cili me sa duket do të largohet nga SPAK-u, e mori dhe njoftimin në Washington për t'u larguar dhe e ka marrë gjithashtu edhe flet rrufen për lidhjet e tij me Edi Ramën dhe shërbimet e caktuara që i ka bërë Edi Ramën dhe ngaftësinë e Altin Dumanit për arrestimin e Arben Krajës. Këto nuk do t'ju a thonë televizor, por këto janë informacione nga dera e parë. Nga dera e parë. Dhe ju e kuptoni kush është dera e parë në Amerikë. Altin Dumani, SPAK-u do të lëvizin për shitjen e karburunit, për Sazanin, për shkeljen e ligjit me 4 këmbë. Karburuni është shpallur gjithashtu, përveç se është zonë ushtarake me sensitet të lartë, pra shumë sensitive, është shpallur park arkeologjik dhe monument kulture kategoria parë, bashkë me kepin e Shën Gjergjit, që bën pjesë në rezervatin natyror të menaxhuar Karaburun. Duhet kemi parasysh, me të gjitha këto pengesa, Komiteti i Investimeve Strategjike, që nuk është gjë tjetër, përveç se një mash në duart e Edi Ramës për të shitur pasuritë kombëtare të shqiptarëve, ka vazhduar goditjen e këtyre pronave. Nuk është vetëm çështje e pronave. Nuk është vetëm çështje e pasurimit, nuk është vetëm çështje e lidhjes së Ramës me qarqe dhe me mafioz ndërkombëtar, siç është dhe ky biznesmeni italian, lidhje e cila mund të dëmtojë rënd edhe marrëdhëniet diplomatike të Shqipërisë me fqinjin italian, një vend alatmik i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, siç është Italia. Lidhja e mafjes së rilindjes këtu në Tiranë me në krye shefin e saj të rilindjes, i cili Edi Rama, i cili i bën të gjithë aktivitetin e tij mafioz me duart e vartësve të tij dhe pastaj i hedh në burg dhe i kërcënon atje brenda me helmim dhe me vrasje dhe me eliminim, në qoftë se do të flasin dhe do të hapin gojën kundër tij dhe kundër shkeljeve të tij mafioze. Këtë duhet ta di mirë zoti Altin Dumani, të cilit i është shkullur veshi i majt dhe veshi i djathtë në Washington, 1 për arrestimin e Arben Krajës, 2 për goditjen e mashtruesve dhe lojtarëve të Edi Ramës dhe të Sali Berishës brenda SPAK-ut, të cilët kanë penguar procesin e arrestimeve dhe të nxjerrjes së flet arresteve dhe zbatimin e detyrimeve ligjore ndaj mafiozëve të Shqipërisë. A do të zhvilloj SPAK-u hetime, a do të lëviz SPAK-u për këto lëvizje mafioze që bën Edi Rama me shitjen dhe nxjerrje në tregjet ndërkombëtare të pikave sensitive ushtarake, pronë e popullit shqiptar, perlat e natyrës shqiptare, por edhe pikat strategjike të ushtrisë shqiptare dhe pikat nevralgjike ushtarake me rëndësi të jashtëzakonshme. Pashalimani ka qenë një ofertë nga ish kryeministri shqiptar për NATO-n që të jetë pjesë e saj, është miratuar në parim mundësia që të jepet NATO-s, por NATO nuk e ka shpallur atë zonë ushtarake, deri tani ka shpallur vetëm bazën e Kuçovës, zyrtarisht që është pjesë e NATO-s, ka patur investime turke dhe bashkëpunim ndërmjet Turqisë dhe Shqipërisë prej vitit 1992, ka patur marrëveshje
për bazën e Pashalimanit, ka patur stërvitjet për bashkëta, por me sa duket loja e madhe po ndryshon dhe unë do t'ju ja tregoj më vonë në orët në vijim dhe në ditët në vijim se kam informacione shokuese deri në detajet më të imta se çfarë po gatuhet përmes Deon. Dhe do t'ju jap ju këtu nga ky kanal, të cilin shpresoj ta mbështesni dhe ta çoni ju përpara. Kemi bojkotuar mediat e Tiranës, janë një grupim i madh që vetëm gënjejnë shqiptarët për llogaritë pronarëve të tyre. Me gazetarët sigurisht nuk kemi gjë, i kemi xhan, i kemi miq, i kemi shok, i kemi shoqe. Ata janë rrogtar, do të çojnë në një çop buk për kalamajt ke shtëpia. Unë i mirëkuptoj pronarët e tyre televizioneve, drejtuesit e atyre televizioneve, kryetarët e bordeve drejtuese të televizioneve dhe krye redaktorët janë grupe mafioze që shërbejnë për llogari të keq informimit, disinformimit dhe mbajtjes së shqiptarëve në mashtrim për të kryer, për t'i hapur rrugën kontrollit të plot të medias nga Edi Rama dhe miku i tij Sali Berisha, të cilët të dy bashkë tashmë kontrollojnë 100% të mediave të Shqipërisë. Kontrollori më i madh është Berisha, do t'ju ja shpjegoj më pas se si. Lojtari i Berishës është Edi Rama, jo ashtu siç mendoni ju që Edi Rama po godet Sali Berishën. Është lojë shumë e hollë, do t'ja tregojmë në vijim. Çfarë përfitojnë shqiptarët? I mashtrojnë shqiptarët, do vinë investimet, do vinë parat, zero pagesë nga këta investitor për të marrë perlat e Shqipërisë, perlat e Bregdetit shqiptar. I firmos Piro Vëngu dhe kukulla e presidencës, sepse i mban Edi Rama peng me dosje. Piro Vëngu, ministri i mbrojtjes, ka një histori tjetër mbrapa, se kush është pas ti këtu nga qarqet rajonale dhe kush është plani, përse ai është vendosur ministri i mbrojtjes dhe çfarë po luan, cili është plani i Ramës dhe cili është plani rajonal dhe ndërkombëtar për Shqipërinë, për Ballkanin dhe për Mesdheun. Është lojë shumë e madhe. Të gjitha detajet shokuese do t'ju japim fije për pe. Këtu, të gjithë shqiptarëve. Dhe veçanërisht ju nga trohet shqiptare Kosova, Maqedonia Veriut, Malizi dhe diaspora që po na ndiqni masivisht. Faleminderit nga zemra. Ju duhet ta kuptoni çfarë po ndodh në Shqipëri. A mund na eliminojnë, ne mund na bëjnë, let na bëjnë. Shpirtin ton ja kemi falë Shqipërisë dhe jeta jonë është për Shqipërinë. Do t'ja qerim maskat. Këti klani bandit mafioz anti-shqiptar që po mban Shqipërinë peng dhe po na çfarros. Çfarë thon? Do vim, do t'i japim perlat e Shqipërisë falas, këta do na sjellin investime dhe do u hapkan disa vende pune. Vendet e punës nuk janë për shqiptarë. Vendet e punës do t'i sjellin agjencitë që ka hap Edi Rama për të sjell, për të importuar, për të sjell Shqipëri, Filipinas, Indian, Pakistanez dhe punëtor që ju tashmë i shihni masivisht në resortet shqiptare, në restorantet shqiptare, në klubet lokale, në të gjitha punat e Shqipërisë. Shqiptarët do t'i përzojnë nga këto. Pse? Kapitalizmi thot, tregu i punës është i lirë, marrim krahun e lirë të punës nga Bangladeshi, nga India, nga Pakistani, nga Filipinët, nga andej, i sjellin këtu dhe shqiptarët do ikin. Dhe çfarë dalin zagarët, u thon shqiptarëve nëpër televizion e ndark, nxjerrin bastardët që quhen analist dhe u thon ky është një popull dembel, nuk ka qef të punojnë dhe për këtë arsye biznesi vendas po shko po merr punëtor krah pune në Indi. Jo, nuk janë shqiptarët dembel. Jeni ju të përdalët që jeni dembel dhe hajdut. Shqiptari nuk mund të jetojë dot me $300, as me $400, sepse Bangladeshi dhe Filipini dhe Pakistani dhe Indiani, me respektin më të madh për njerëzoren e tyre, janë të gatshëm të flenë 10 veta me një dhomë dhe të hanë bukë me makarona dhe të ruajnë $100, të harxojnë $200 dhe $100 t'ia çojnë familjes atje që të jetojë dhe të mbaj familjen me bukë. Shqiptari nuk jeton dot me 400.000 lekë, mashtruesit e mëdhej. Shqiptari nuk është dembel. Në Shqipëri, në Tiranë nuk ka më qera poshtë 500 euro, 400 euro, 200 euro, 700 euro, 600 euro.
Në Tiranë është jeta katastrofike shtrenjtë dhe në të gjithë Shqipërinë dhe po shtrenjtohet çdo ditë. Inflacioni po na han çdo ditë. Si mund të jetojë shqiptari me 400.000 lekë? Si mund të jetojë shqiptari me 500.000 lekë muaj? Këta janë mashtruesit. Plani është i madh, nuk është plan i bizneseve dhe i investimeve strategjike, është plan jashtëzakonisht i madh, ushtarak, që lidhet me sigurinë dhe me ristrukturimin e arkitekturës së re të sigurisë në Ballkan në mesdhe. Detajet do t'ju tregoj rrugës, janë shokuese. Kasaphana e madhe që po përgatitet në Ballkan, në lindjen e mesme, në mesdhe dhe në pika të tjera të botës është diçka e madhe. Shqipëria është në shitje, mobilizohuni, mbroni vendin tuaj. Unë jam Kreshnik Osmani, ju flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Addeu. Ne po ju presim. Dhe derisa ju të bëheni gati, ne do të vazhdojmë të flasim për Shqipërinë deri sa të kemi frymë dhe do të shirrim maskën e kësaj mafje politike mafioze bipolare, e cila po shet Shqipërinë në tregjet ndërkombëtare për të ruajtur pushtetin e tyre dhe për të fituar kohë. Monopoli politik bipolar në Shqipëri deri në një moment të dytë që do të përcaktohet nga aleatët tanë strategjik, por edhe nga populli shqiptar, nëse do të zgjohet se cila do të jetë trajektoria e re e shqiptarëve. Jeni në shitje, ju a kam thënë ka 5 vjet. Pasi t'ju shesin tokat, pronat dhe pasuritë, do t'ju shesin edhe veshkat tuaja nëse munden. Nëse nuk ngriheni, do të paguani shtrenjtë. Kjo është thirrje e vërtet e shpirtit e mendjes. Vendosni për vete tuaja përpara se të jetë vonë. Mbroni Shqipërinë nga kjo mafje politike e lidhur ngushtësisht me 5 oligarkë kontrollues të mediave dhe të kompanive më të mëdha të Shqipërisë që kanë vetëm një qëllim: fundosjen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve për llogari të klanit mafioz shqiptar i lidhur me klanet mafioze të ndërtimit dhe të sigurisë dhe të luftrave në botë. Kjo është betejë, kjo është skema, kjo është plani. Vijon në numrin e ardhshëm.